Shumë miq kanë filluar të më shkruajnë dhe të më pyesin, madje edhe më kanë telefonuar duke më thënë: "Ore, ç'a ke me mediat dhe me gazetarët ti?" Po asgjë nuk kam. Asgjë, përkundrazi. Edhe sot gjej rastin dhe shpreh nderimin, respektin dhe vlerësimin tim maksimal, me plot përgjegjësi dhe me plot mirësi për median si mision dhe për gazetarin, për çdo gazetar, si profesion dhe si mision. Asnjë gjë nuk kam unë, as me mediat dhe as me gazetarët, asnjë problem nuk kam unë, as me mediat dhe as me gazetarët. Përveç se nderim, respekt dhe vlerësim. Tani, raporti që unë kam pastaj me atë që ne shohim si produkt mediatik në Shqipëri apo si realitet mediatik në Shqipëri nuk ka lidhje me konsideratën time ndaj medias dhe ndaj gazetarit. Produkti mediatik në Shqipëri është produkt mirëfilli politik, është produkt i zyrave të shtypit dhe propagandës, është zgjatim i zyrave të shtypit dhe propagandës të partive të mëdhaja politike në vend dhe të oligarkisë. Nuk ka lidhje me misionin as me profesionin e gazetarit. Dhe ky produkt mediatik ka mbi 10 vite, pra prej vitit 2016, që e ka dënuar me harres Arjan Galdinin. Në të gjitha mediat, të mëdha dhe të vogla, të rëndësishme dhe të parëndësishme, televizive, gazeta, portale, blogje, podcaste, emri Arjan Galdinit ka qenë ndaluar, i censuruar, i bllokuar ose i shpërfillur dhe qëndrimi i unifikuar i gjithëve ka qenë kush është ky, nuk ekziston. Kush është ky, nuk ekziston. Okej, e pranojmë këtë fakt sepse në fundit është pjesë e vendimit të tyre. Ajo që unë jam përpjekur të sqaroj gjatë gjithë këtyre ditëve është kjo. Unë nuk ankohem për vendimin që marrin mediat për mua. Bravo qoftë, pushka top, kur të mos më ftojnë, kur të mos më konsiderojnë, dhe unë kam të drejtën time tashmë që të vendos edhe unë rregullat dhe kushtet e mia. Pra me produktin mediatik unë do sillem një lloj si me regjimin. Në qoftë se unë kam vendosur të jem një qytetar i zëshëm, një qytetar që flet të vërtetën, që vepron dhe bashkon të tjerë qytetarë përballë regjimit, njëkohësisht këtë përballje do ta bëj edhe me produktin mediatik të regjimit që është pjesë dhe zgjatim i interesave dhe natyrës regjimit. Kaq. Ky është qëndrimi im. Pra asnjë gjë nuk kam me gazetarët, respekt dhe nderim të plot për çdo gazetar dhe për profesionin e tyre, respekt dhe nderim për çdo media dhe për misionin e tyre, por produkti mediatik në Shqipëri dhe realiteti mediatik në Shqipëri për mua është pjesë e problemit, është pjesë e natyrës regjimit dhe është pjesë e përballjes me regjimin. Në qoftë se ne duam që ta çlirojmë Shqipërinë nga një regjim xhambazësh, hajdutësh, batakçinjsh, grabitqarësh, unë po ju them që kjo nuk ndodh në rast se ne nuk marrim në konsiderat se pothuajse të gjitha pushtetet që ne i njohim si pushtetet të lishme apo të kuptuara për zhvillimin e një shoqërie, pra nga legislativi tek ekzekutivi deri tek drejtësia, edhe pushteti i katërt, pra pushteti mediatik, në fakt janë të gjitha të akaparuara, të kontrolluara dhe në thundrën e regjimit. Dhe pik. Nuk mund të flasim jemi kundër regjimit, por bashkëpunojmë me copëzat regjimit. Nuk mund të themi që jemi kundër përbindshit, por bashkëpunojmë me njërin nga putrat e përbindshit. Jo, kjo nuk mund ndodh. Unë jam Arjan Galdini dhe kam vendosur që edhe produktin mediatik, edhe realitetin mediatik në Shqipëri ta konsideroj putur të regjimit dhe dua që të vendos me ta këtë lloj marrëdhënie, këtë lloj raporti. Por derisa ata deri sot kanë ushtruar të drejtën e tyre sovrane të mos më konsiderojnë, edhe unë këtë jetutje nuk do t'i konsideroj. I vetmi rast kur unë do t'i marrë në konsiderat
do t'jetë kur ata të më marrin në konsiderat. Pra, nëse ata reciprokisht vendosin të më njohin për atë që unë jam, për atë që unë përfaqësoj, për atë që është identiteti im real dhe e vërteta ime e plot, atëherë me kënaqësi në kushte reciproke dhe me dakordësim reciprok, me dinjitet të nderuar dhe të vlerësuar, jam i gatshëm të shkoj në çdo përballje me këdo. Por aty ku ka mungesë reciprociteti, edhe unë do të jem refuzues në mënyrë kategorike ndaj çdo ftese mediatike. Jo se ka një rëndësi, sepse tani fuqinë e kanë ata. Unë jam i dopti. Tani numrat i kanë ata. Pushtetin e kanë ata. Gjithçka e kanë ata dhe vendimarrjen e kanë ata. Dhe unë e di që shumë njerëz më thonë, po mirë, çfarë po vendos ti? Ti po vendos për diçka që nuk varet nga ty. Sigurisht që varet nga mua pjesa ime. Vendimi im nuk ndikon fare tek vendimi i tyre. Unë nuk kam ndërmend të ndikoj tek vendimi i tyre, sepse nuk e kam as fuqinë, as mundësinë dhe për këtë jam i vetëdijshëm. Por ma unë mund të vendos kufi për mënyrën se si unë pranoj të jap praninë time, të jap fjalën time dhe fytyrën time diku, qofshin këto media televizive të shkruara, podcaste, portale apo çfarë do lloj natyre mediatike që ne kemi tashmë të zhvilluar në Shqipëri. Unë jam Arjan Galdini dhe vendos kufit e mi. Unë jam Arjan Galdini dhe vendos atë që është detyra dhe misioni im personal, në radhë parë për me mbrojtë integritetin tim, në radhë dytë për të vendosur një reciprocitet përballë regjimit dhe të gjitha putrave të regjimit, dhe të gjitha dhëmbëve të regjimit. Dikur unë kam pasquajtur këtë regjimi tredhëmzor, pra Rama, Berisha, Meta. Por sot unë shoh që regjimi ka një natyrë shumë dhëmzore dhe shumë putrore. Ka shumë putra dhe shumë dhëmbë. Dhe prandaj është kaq i sofistikuar dhe shpeshherë njerëzit bien prej e tij. Dhe e vërteta tjetër që duhet thënë është që çdo përballje me regjimin nuk mund të jetë duke hyrë në shtrat me regjimin edhe duke u ledhatuar me disa nga putrat e duke larë e shplarë disa nga dhëmbët e regjimit e duke thënë më pas po rrëzojmë ata, regjimin. Jo, do të më qenë përballë çdo putre dhe çdo dhëmbi dhe çdo lloj formëze apo çdo lloj copuze të trupit të regjimit. Këtë do të bëj Arjan Galdini dhe këtë do të bëj dhe Rinisja. Dhe kur ju ftojmë për në datë 21 gusht, ora 18:00 në sheshin Skënderbej, e bëjmë me këtë qartësi dhe me këtë kthjellësi. Ne nuk jemi kundër mediave, por nuk kemi nevojë për mediat. Ne nuk u ndalojmë mediave që nëse duan të vinë ta dëshmojnë dhe ta raportojnë aktivitetin tonë, mirë se të vinë, por duhet ta bëjnë denjësisht. Por ama ne nuk ndjejmë detyrim më të ftojmë apo të thrasim media. Dhe qytetarët shqiptarë duhet të dinë se prej 21 gushtit në vijim, ne do të jemi në këtë lloj betejë